me ndryshimet që kemi bërë me rregulloren e re të plazheve të vitit 2025, praktikisht vetëm subjekte të cilët disponojnë një strukturë akomoduese, pra një hotel, mundet të aplikonin për menaxhim të plazheve në mënyrë private. Që do të thotë që jo vetëm kemi rritur sipërfaqen e plazheve me 2 herë krahasuar me vitin e kaluar, por duke qenë se jemi në ditët e fundit të mbylljes së procedurave edhe për kontratat e fundit, unë jam e sigurt që do të rezultojmë me një numër edhe më të madh se sa punambar, me një numër edhe më të madh se sa ai 30% që është në fakt kufiri minimal. Do të kemi mbi 60% plazhe publike, që do të thotë më shumë për ne, më shumë përgjegjësi për bashkitë për të mirëmbajtur dhe administruar terrenin. Është shumë e rëndësishme edhe të theksojmë një gjë, nuk të dalim dot të mirëmbajmë pastërtinë nëpër plazhe, rregullin, në qoftë se banorët, pushuesit, bizneset të cilat do lloj qofshin nuk janë bashkëpunues me ne. Nuk mund të mbahet një terren vetëm me forcat e bashkisë, apo qoftë edhe me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, në qoftë se secili nga ne nuk ka një sjellje qytetare në raport me mjedisin, se përndryshe do të jetë një betejë e madhe. Është si thjesht një shtëpi 2 dhoma kuzhinë për 4 banorë dhe papritur gjendesh në 2 dhoma kuzhinë me 30 banorë. Në qoftë se këta 30 banorë nuk respektojnë gjithë rregullat, nuk do t'ja dalim dot. Kjo është kushti numër 1. E dyta, do të jemi me tolerancë zero ndaj çdo zaptimi që mund të ndodhi ndaj plazheve. Fakti që është plazh publik nuk do të thotë që unë në mënyrë private ngul qenë qershor, çadër, shezlong, me që e kam shtëpinë këtu afër dhe nuk e shkul deri në fund. Jo. Plazh publik do të thotë vi në mëngjes, bëj plazh, marr çadrën time ose kam parë që tani ju keni ofruar dhe çadrat bashkisë, largohem me tërheqje dhe e lë të lirë territorin.